Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, vlerësoi se zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë krijojnë një mundësi të re për tejkalimin e ngërçit politik, i cili ka zgjatur më shumë se një vit. Përmes një postimi në platformën X, Kallas u bëri thirrje liderëve politik që të angazhohen në mënyrë konstruktive për formimin sa më të shpejtë të institucioneve të reja. Zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë hapin rrugën për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokade politike. Tani u takon liderëve politik të sigurojnë formimin e shpejtë të qeverisë, deklaroi ajo. Kallas deklaroi gjithashtu se përparimi në dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mes të dyja vendeve, mbeten element thelbësor për avancimin e Kosovës në procesin e integrimit evropian. Ndërkohë edhe Komisionera Evropiane për Zgjerim Marta Kos përgëzoi kryeministrin në detyrë dhe liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për rezultatin në zgjedhje dhe nënvizoi nevojën për bashkëpunim politik si dhe stabilitet institucional. Që Kosova të ecë përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian, forcat politike duhet të bashkohen dhe të gjejnë kompromis për ndërtimin e stabilitetit institucional, shkroi Kos. E u bëri të ditur se pret të vizitojë Kosovën për të intensifikuar bashkëpunimin në kuadër të procesit të integrimit evropian, si dhe zbatimit të planit të rritjes të Bashkimit Evropian. Sipas rezultateve në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, lëvizja vetëvendosje doli forca e parë politike, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, si dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe në fund lista serbe. Mbas shpalljes së rezultatit, Kurti nuk përjashtoi mundësinë e bashkëpunimit me partitë e tjera për formimin e institucioneve të reja.